Projekt vendimi për rishpërndarjen e fondeve në vendimin e Këshillit të Bashkiak për buxhetin e Bashkisë së Vlorës për vitin 2025 i ndryshuar, ngjalli debate dhe diskutime në mbledhjen e kësaj tëne të Këshillit Bashkiak, e cila ishte jashtërave me kërkesë të kryetarit të Bashkisë së Vlorës, Elisa Lili. Këshilltarët e opozitës ngritën disa pyetje për administratën e bashkisë në lidhje me projektet në kanalizimet e ujrave të bardha, si dhe institucionet arsimore. Disa pyetën nëse ka nevojë për fonde shtesë, ndërsa të tjerë vlerësuan angazhimin e kryebashkiakut të ri që punën e nisi nga çështja e përmbytjeve. Me syre vlerësime pati edhe për faktin se kryetari Halili është me profesion inxhinier e se kanë besim tek ndryshimet infrastrukturore të qytetit të Vlorës. Çfarë nuk kupton ti me ridimensionim, rindërtim dhe ndërtim? Do të devijosh tubacionin? Atje, të ujrave të bardha, pjesë të projektit të depurimit atë shkarkimit të ujrave, çfarë nuk kupton, sepse kur thua ridimensionim, ndërtim dhe rindërtim, çfarë nuk kupton, se nuk kuptohet drejt çfarë do të bësh në një nga këto tre pika. Një e para, a i ka Bashkia Vlorë në pronësi këto asete? I ka marrë? Të kujt janë këto? Janë të bashkisë, janë të ujësjes kanalizimeve, janë të drejtorisë ujrave? Kush i ka këto në pronësi? Theshë edhe për kopshtin atje duhet të saktësojmë një pjesë të pronësisë dhe të dokumentacionit të pronësisë të kopshtit 1 maj, dhe shumë mirë bën. Po ke gjetur element, përveç atyre që të thashun, që ishin ato të para, pa preventiv, pa projekt, janë miratuar 2.6 milion euro. Unë kam dëgjuar me vëmendje që tha që kopshti nuk bëhet sepse ka dhe probleme ligjore dhe ka pasur problema të ndryshme në projekt. Atëherë, ose neve informacioni që na është dhënë nuk është i saktë, ose është i manipuluar, ose nuk e di çfarë ndodh, sepse këto problematika nuk na janë dhënë në kohën e duhur dhe unë dua t'i bëj një pyetje kryetarit të bashkisë. A mban përgjegjësi dikush për këtë keq informim që i bëhet një ekzekutivi siç është Këshilli Bashkiak? Sepse ne nuk kemi ditur këto gjëra dhe dali për herë të parë, megjithatë ne do të thollohemi në ditët në vijim për sa i përket këtij projekti. A merr fund saga dhe edhe skandinave dhe irlandeze marr shkak citoj nga leksioni i profesores e përmbytjeve me këtë projekt. Pra, ky projekt që është planifikuar dhe në ka ardhur si projekt vendim. Ky jep zgjidhje një herë mirë çështjeve të përmbytjeve apo ka nevojë për projekte shtesë? Nëse ka nevojë për projekte shtesë, bashkia a ka fonde për këto 2 apo 3 projekte të tjera që i vinë në ndihmë këtij projekti? Pra si do të zgjidhni çështjen e fondeve? Ka fonde apo s'ka fonde? Nëse s'ka fonde, si do i gjej fondet? Ti uroj kryetarit suksese në postin e ri, në këtë situatë kaotike që është qyteti nga ana inxhinierike. Besoj se askush më mirë se sa një inxhinier do t'i jepte zgjidhje dhe uroj vërtet që të ketë sukses në punën e tij. Tani, unë nuk jam eksperte, nuk jam as inxhiniere, nuk më interesojnë as projektet, as një gjë nga ato të cilat u parashtruan më përpara, përveç faktit që nuk dua ta shikoj qytetin përmbytur. Uroj ta keni seriozisht me këto që po bëni, pasi këtu gjitho projektet që neve i kemi kundërshtuar si opozit që e tha dhe zoti Hoxha, nuk kam pasur asnjëherë qëllim mos bërjen në funksion të qytetit të Vlorës, por këtu mbiem ndesh me disa problematika që kur ne kundërshtojmë, si që e tha dhe zoti Nomruz, vota është gati, hajta edhim në vot, kanë shumicën të kalojmë dhe ne dalim sikur nuk duam asnjë gjë. Më bjem në sy fakti i interesimit të menjëhershëm nga ana juaj për përmbytjen në Vlorë. Në fakt ne këshilltarët e opozitës çdo vit prej vitesh, edhe në këtë këshill, po të gjithë këshilltarët pothuajse prej shumë vitesh kanë atakuar administratën e bashkisë për përmbytjet, të cilat pothuajse janë bërë rutinë e përditshme pas çdo shiu që bie në Vlorë, në Bear, në dimër po e po. Duke qenë se jemi tek fakti i mosdjegjes fondeve, është në interes të qytetarëve dhe ne jemi këtu për interesi publik të qytetarëve, mosdjegja e fondeve dhe shmangja e marrja masave të menjëhershme për shmangjen e përmbytjeve. Edhe këshilltarët e mazhorancës duket se janë dakord me kolegët e tyre të opozitës kur bëhet fjalë për afatet që janë në dispozicion ligjërisht për realizimin e këtyre projekteve. Ata thanë se çështja e përmbytjeve kërkon zgjidhje e se projektet kanë ekzistuar. Vlerësuan po ashtu edhe përgatitjet serioze të administratës së Bashkisë së Vlorës, që në këtë mbledhje kishin ardhur me harta dhe materiale për prezantimin e projekteve. Meqense investimet madhore, prokurimet e tyre ka një afat në bazë të udhëzimeve të Ministrisë Financave deri në datën 15 tetor,
a drejtoria e financës dhe sektori i prokurimeve e garantojnë që ta realizojnë këtë proces, këtë procedurë të prokurimeve për të realizuar më pas investimet që do të kryen, sepse në fakt buxheti është një planifikim dhe planifikimi jo gjithmonë mund të dali dhe të realizohet ashtu siç planifikohet, sepse të na dalin dhe emergjenca. Një nga problematikat më kryesore është zona Albano-Romin. Me bërjen e këtij investimi, me këtyre kolektoreve, se nuk e lejuat dhe inxhinierët, se është një nga inxhinierët më të mira, unë me inxhinierë kam punuar kryesisi. Ky kolektor, sot që flasim ne, ky kolektor është me një dimension 500. Me projektin e ri, ky kolektor është 2000. Këto projekte kanë qenë depozituara te kujtësi përveç këtij loti, edhe për zonën e Kishës, edhe për zonën e dy kalnishmit të universiteti, edhe për zonën tek Omonia. Desha të dija, është i përfshirë kanali ujrave të larta që përshkon gjithë lagjen 15 Tetori, që fillon nga baseni mbi spital dhe përfundon mbi bashki. Është i përfshirë në këtë projekt apo është projekt tjetër? Ujësielsi duke qenë se kishte projektin gati, e dha me gjithë kostum, i dha dhe projektin. Ja ka që thjeshësh. Unë e vlerësoj këtë projekt vendim dhe ky fond kalon në pikat më të nxehta, më problematike që ka Vlora. E para është kanalizime që unë e vlerësoj si projekt, edhe pse pak me vonesë. Projekti është në disa lote. Ky lot që kërkohet të miratohet sot dhe i do miratohet, është nga patjetër. Lidhur me kanalin e Naumkës, një kanal i cili për 10 vite paraqet një problem shumë të madh për banorët e zonës atje, një problem gjithë vjetor jo vetëm në stinën e verës. Është menduar ndonjë gjë lidhur edhe me këtë projekt që ne po na parashtroi ditën e sotme, një ndërhyrje në kanalin e Naumkës për shkak problematikave të jashtëzakonshme që ai ka në zonën përreth. Që herë parë që vi me harta, edhe kjo është gjë e mirë. Po mos të kthehemi te pyetja për problemin juridike të Kopshtit 1 Maj, sepse kam qenë vetë unë që e kam diskutuar edhe kam pyetur administratën. Ka probleme, edhe shumë këshilltar nga ana ndej kanë thënë që jo, s'ka probleme, sepse banojnë atë lagje. Dhe kjo është për të kuptuar që edhe në mbledhjet e tjera ne duhet të pyetemi si këshilltar, sepse prandaj jemi zgjedhur.